Çfarë do t'i thoje, po tash je sot zotin Ibrahimi është në pension? Jo, ai është avokat, që dhe ranë njerëzit e merë pore. Si do në drejtësie, mbrën. Ka të Ko mujtë drejtë. me shku në ata, me thonë, kështu mesisht, me thonë, kështu për bushëm ke po. A do t'i kërkoje sot zotit Ibrahimi si avokat ta zëmë në një situatë të pa imagjinueshme? Me guzu. Të bajnë. Si mos më qurë bërë, shkoja prej një vesh, edhe ja lon se zotit le me shaj, e unë e kësha lon këto me shaj, pisha pas ylle se që sham bjellon. Hajde në redvansohën 2 vjetë me nejnë bërë. Plus, këti pa fajshëm, plus 2 vjetë. A ti do të më shku me aprej në vesh, me guzu, po do të më përbol me drejtësi, do të më shku të bërë apet. Kjo është vepër e dënueshme. Kjo vepër e dënueshme. Po vepër e dënueshme. E kjo është vepër e dënueshme si më kam mojë 2 vjetë mu. Më kam këta po. Këtë drejtat e plota. Cilat drejta? Po, këtë drejtat e plota të mos hesht shkur. Kur më sërë, kur s'ki me fitu. Kur më sërë se kur s'ki me fitu. Dorëzimi nuk është opcion. Po që pa ta spjegoj, për shembull rosti tu ka që më ka ndodhur mu me një mbrojtje tam. Tutëm, po. Dekon 6 muaj pa u kry gjykimin dhe shapa dhe do të më të rjek. Thonë, pse? Çudit na. Avokat. Hodja. Po. Dhe se financiistore Arben Huti ko me dënu dhe për notit tam. Qysh marrë për notit tam? Para gjykim, okay. Avokatja më fa të rjek o zëtni. Se ka po rrugën ka për drejtë e O te, Ridvan, në cilin shtetë në buët, dëshmitori rrën 2 vjetë në Serbi. Edhe për qëtër vjetë që unë akuzohen, vjenë të banë dëshmitori, së në shtetin tërë. Nazim Blaza. Nazim Blaza, vjenë me program për Serbije. Aje zbatën programin gjyqtore, zbatën programin e Nazim Blazës dhe Beogradit. Base kanë qenë edhe të pavëmendshëm çfarë po bëjnë. Qysh? Base kanë qenë rrethonat e kohës të pavëmendshëm. Ishte shok si lajm, ishin rrethona të nduesa dhe kur doli Nazim Blaza në shesh këtu në Prishtinë me lajme, kishte shkaktuar tronditje. Nuk po mendonte, të paktën ishin njerëz që po mendonin se ato lajme po vinin nga Serbia. Ju kujtohet? Nuk krejt në kujtuhet, krejt e kom ditë, po s'ko mujt me argumentu. Po prandaj po them. A ka pos kolegë tëtë, kolegë tëtë, që e kanë sulmun komandantën e ushtrisë lindore ma shumë se Nazim Blaza. Si që është ajtë Leonard Koçuki të shtoqë, ta kush është e qunë komandantë Caglavice, pas një fakt, se Nazim Sylla është i lirë me gjitha akuzave. A i vjetër, Ridvan, unë e menej, mos i pëdhen me kështë, just pëdhen ti, po unë pëdu, unë po thëmë që këta njerëzin kënë qërbimit, pikë. Nuk bën ti si gazetor, me akuzu Shaba Syllin, komandant Caglavice me qujtë Nazim Syllin. Kënë pequn një profesor të mirë, një burgosër politik. Po prokurori ka ngrej akuzo. Jo, nuk ka thonë prokurori komandant Caglavice. Po jo, këta e kanë definu si... Nazim Sylla e urdë, e është i mirë, se dhe thep për mu, drejt për Dubrovë komunisë, ja për dëzë. Kjo kërcënim, është i Nuk kërcënim. Kërcënim, mediat e kanë terrenin e vetë të lirë. Edhe me gabu, por ndaj media... Edhe me shoha. Edhe ndaj media... Edhe me tonë komandant Caglavice. Edhe ndaj media vundësh me përdor padi për shpifje. Po të riuti nështë maj miri, nështë e pa nështë. Se mos të ishte Gjavit Haliti Nazim Sylla nështë dhe që kësë ka pos, e te pequn komandant Caglavice. Po ajo është i urt, ajo është i mirë, ajo folë. Unë s'kisha folë. Qëfar, atë të shkon në mendje, ndonjëherë, me ndonjë thellë dhe thellë, se qëfar ndodhi me ju, në gjithë këtë kohë? Po, gjithë. Gjithë, Ridvan, nuk më e me pajtu kërë. Kërë nuk më e me pajtu. Unë e kuptoj e Oliksi, ju krejt e Oliksi, nështë, apo shuminë se Oliksi. Për shumë, 2 prokurorët, Daniela Cesarelli edhe Salustra kanë qenë me mision. Po Serbia ka dhënë porët mëdha të ta. Se kur e ka nisë me neve, nuk është për të na, nuk ka konë kur qëllimit të na. Kur qëllimit të shpresivuka, të Shaba Sylla, të Baretin Goshit, a e tjeti se ku. Qëllimit ku tjetër kun. Se na e në akuzu gjithë herë për shikun. Dhe më honë Nazim Blaza, e këthet qorët me atë që Romen edhe me atë Zdenka Kushkaja e Tusja, a ke po me që ka flosin? Korespondenca me Sloven, po. A ke një që ka flosin.
Sot se Roma merr kështu, rrugë veterane. bëj ashtu, Doket ta na zemblosa merr rrugë veterane. Kret levat e komandës sistemi drejtësisë, një bashkëpunëtor i Serbisë ti ke dorë, kjo është e habitshme. Edhe bashkëluftëtarët tuaj si kanë toleruar, ata që kanë qenë në politikë, mbase edhe jo në politikë. Unë po çelit. Se Po edhe herë kesh ditur, zotni, Serbia ka dhënë porë të mëdha. Na, shteti kanë jon toleruar një sistem të turp shumë të drejtësisë, të bazuar në skenime jo në prova. Po politika ku qef se me shkuar në ashëm thoshit në bërg, e ka drejve seli të ati ti po hyjë politikë, po hyjë nalë, Një drejtësi duhet të qëndrojë mbi mbi prova. Një drejtësi që mban ajo hynësha në front që ka ajo simbolika. Një drejtësi do duhet funksionojë e tillë. Ku jetë numëret në Kosovë dhe një mirë sistemi drejtësisë. Mos e një mirë, a kështë mu që do të me bu? A të shumë ka thonë një avokat, nuk pjatë se kemen, ku e në denu në rosën të uka. I cili ka qenë gjyqtor e Euleksit. Po, të lutëm? Tha, me pas bon që të gabim unë, me pas ledzu, thot që të vendim që e ka ledzu, që ke Arbenuti. Tha, në momentin që ta ka ledzu, veç dhe isha shku dikun me gjithi ka nep më full. As shkelet më. As shkelet më, o të zotni, që është, as një provë nuk e argumenton qka. Veç shok, këni full telefon, po në full edhe me ty e redvan telefon. Po. E leje me mikin, e me sebepin, e me shokin e luftës e të tjetër. Varët që a flet? Jo, që po të kalëzeshe e kanë bon Faredin Goshët. Me argument për të tanë. Faredin nga kanë akuzu me në EU-kën që këna fullna. Ua kur në EU-ka bilun e kom qujt, komunist të bashkë, nëse ato s'ko lidhje, se mund gjunatash me full. Ma ka thënë dhe në emision e fundit që keni nënshmuar këta. Po nga, flet Faredin Goshët, se familje Faredin Goshët me në Leon. Shefin e vetë Macedonisë, ja direktuin krejt në EU-kës. Se për me dënu e borë, me po krem të organizumë. Po te e borë, më zberë mas e gjyqtori pa më vorë njëti. Më zberë prej intriga o servisë. Pavarësi nuk pati në gjithë në absolutisht, është asë s'ko. Drejtësi nuk pati. Periudhë drejtësia nuk do të ekziston përsa kohë që t'jeni në jetë. Kur resë, kur më zbesej ku gjë. Drejtësi, me dole para një tërë për gjykusë në kur zbesej më. Si është për familjen tuar, për vajzën, vetë me shumë qeki, për familjarën? Shumë e non. Sot ta shojnë këtë... Shumë e non. Kam smuja, kam kriju smundje, të shëndetit. Familje kom posë disa tragedi, gjithat zezat që ekzistuin me ka bu drejtësia. Kam prova më rehej, kam prova që s'kom bon kur gjë. Kam prova, nuk po flas fjoll. Qërë e Redvan, mas për të pas kalëzush të letë e marë në RFM? Në Shënjestër, ishtë të vë në Shënjestër. Nga fillimi. Nga udba. Ishtë në vë në grepin figuratikisht të jo, për mes jush për zbartu të tjë. Bisedum, qka flet aja s'den nga ishe Roma në Zemblosa? Se krejt të e në konë nga Beogradi. Nga Beogradi. Serbia ka shti porët më dhe me shqua që në pëtoshin bërgë. Liderët e tuën, ose shteti i Kosovës nuk je pore për mbrojtje të shëmtoshit. Ata dhonë pore me denua shëmtoshin. Se denë Kosovën nuk mos taj për shëmtoshin. Mos për shëmtoshin, mos për Kosovën. A je pore me denu, e ti nuk je pore me mbrojtje. Që ku jem na? Që ku jem na? Thu që së. Qka është shteti i Kosovës për ty, sot? Shteti i Kosovës? Në një situatë kur ju jeni qytetarë, me drejta të barabarta me këtë. Këto të drejta, me gjitha të në rastin tuaj, konkludoni, përfundoni që jënë shkel ka me kry. Ja, ato e në drejta gjykotës, shteti Kosovës, shteti si ka aparatën e vetë institucional. Shteti e mirë, po njës dhe shtetit e në këqe. Njës dhe shtetit e në këqe. Edhe sot nuk gjenë fjallë për ta kritikuar shtetin. Jo, shtetin zëban më shtetin gjysor. Qysh me kritiku shtetin që se cili ushtovër jo që këse ka rëk pushkin me dekë për këtë shtet. Me bon këtë shtet. Qysh me full këtë për shtetin. Edhe zullumqar, edhe shrimtar tha kurti nuk më nëshmo konë. Si i përgjish një asaj të këtërane? Ato i thet, ati në s'kam që me u përgjish, jam veterani e vajnë shumë asbori. Mjeresh do komandant, Alamet komandon të Remi, komandant Rustem Mustafa i ka thënë ka qenë vetëran. I ka thënë Remi, i ka thënë Suleman Selimi, po dët e dinë që aja akon ne përkthysi, ose të adem dhe moqi. Edhe zullumshtar, edhe qërimtar, nuk më nëshme konë tha nga syri ju kurtit, gjatë fushatës. Si i përgjit një kësën deklarate? Deklarate pist. Kësaj akuze? Pist.
Pist, akuzë pist. Se vetë keni qenë në Jo, luftë. akuzë pist. Akuzë pist. Nuk di, shka me të tonë Edhe patriot, edhe hajnë tha, nuk mund është me konë. Ajo është hajnë. Ajo është hajnë. Po. Nëse në det, në rënë për shteti këtë, s'ko me nëru, shtjerë është me nëru, se jenë hojnë ato. A kanë thonë, mësimin e politikë që zde, është me gjyqyër me politikë. Po, atë pse po një, sepse po mlidhet ambienti toksik. Edhe i akuzave, i gjuhës. Edhe atë ditë kër a dorë në zemë bloca në shesh. Po, Këshyre Albin Kurti çka thet për atë deklaratë. Këshyre çka thet. Edhe aja për krona atë. Edhe aja për krona atë. shumë kush e ka përkrahur. Kujtohet në 2009. Shumë kujtohet. Unë e vish kom kesh. Unë e kom i një rrugë, në thonë sansën në Jo, po, ata kanë operuar. I keni nëshmuar. Po, ka operu shteti Serb o zotni, jo. Po, ata i jëgon përpasu. Shteti Serb Po, prandaj po them. Po të mirë, bëllon, që nëse mblocën s'guzë më prej kërkush, ku me ditë ku kanë quka ata shkanë bo. Po këtë e Roma, nëse një tjetër që kanë vull me në zemblocën, kanë bu plone me në zemblocën. Ku ndodhen, që bëjnë? No, për që sajti, nuk është, pëse përkërëria në këthirë? Pak të një deklarat me amor. Qa ke bon të kështë? Qa ke full të kështë? Ua, djeran, jenë ka jetutën gjëkotë speciale. Edhe shumë leftorin të ka jetutën. Përse? Petutën, qa kam i bunë, unë e trimnin zë një apë. Kanë qenë trima. Edhe në luft dikush ka luftu, po dikush veç ka mojt push, këtë kuën, po kur bam mos çako. Çka ka më bon të. Dikush ka luftu. Kështu sa bit gjesin atë ka rrosur bun piplungo, po dikush kur bam çka ka bon kërkon. Dikush a kthy me ta. Ja, e kanë zonë.